Thot Rasulullah alayhi salam, në njëri e ka vizitu vllaun e tij me një fshat tjetër. E ka dërgu Allahu azza wa jall një melek në formë njerit në rrugën e tij, domethënë ka marrë një të rrugë. E ka vetë ky melek, i ka thonë, ka po don? I ka thonë, po du me vizitu në vlla temin. I ka thonë ky melek, i ka thonë, a ki ndaj mirësi të cilën po don me ja kthy, në atë kuptimin të ka vizitu, po don me vizitu, ose ta ka bani të mirë, po don edhe ti me ja bani të mirë? Ka thonë jo, vetëm se unë e du ato për hir të Allahut azza wa jall, edhe për këta po du me vizitu. I ka thonë ky melek, ka thonë, unë jam i dërguar i Allahut tek ti, e po të njoftoj që Allahu azza wa jall të ka dash ty ashtu që ke dash ti ata për hir të Allahut azza wa jall. Shi, me një dashni për hir të Allahut azza wa jall, edhe me një vizit për hir të Allahut azza wa jall, e ka fitu kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Allah na bëf për atyre që i dojmë njerëzit pa kur fare interesi, vetëm për hir të Allahut azza wa jall.